Gjatë 24 orëve të fundit u raportuan 28 vatra zjarri në vend, për të cilave 2 janë ende aktive në Elbasan dhe Finiq. Forcat zjarrfikse dhe forcat armatosura po punojnë intensivisht për fikjen e tyre, duke përdorur automjete zjarrfikse, mjete të rënda dhe helikopter. Në Elbasan, zjarri në vendgrumbullimin e mbetjeve vazhdon të jeti pa kontrolluar, ndërsa në Finiq, vatra në fshatin Grazhdan ka përfshirë edhe zonën me pisha në Malçan, ku ndërhyrja po vështirësohet nga terreni. Aktualisht mbeten aktive vatrat në vendgrumbullimin e mbetjeve në bashkinë Elbasan, në një sipërfaqe me shkure dhe barishte, në fshatin Grazhdan, njësia administrative Livadhia, bashkia Finiq, shkuan shërbimi vendor i MZSH-i bashkisë me 3 automjet zjarrfikës me 10 efektiv, forca vullnetare e zonës dhe forca bashkiake, të cilat u angazhuan në fikjen e zjarrit. Terreni e vështirësoi shumë ndërhyrjen. Ditën e sotme, vatra e zjarrit është vendosur edhe në fshatin Malçan, në një zonë me pisha. Instituti i Gjeoshkencave ka shpallur nivel rreziku të lartë në 7 qarqe, ndërsa temperatura pritet të shkojë në 40 gradë Celsius. Bazuar në parashikrimet e Institutit të Gjeoshkencave, sot pritet nivel rreziku i lartë në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjerë pritet nivel rreziku i moderuar, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Autoritetet apelojnë për kujdes maksimal dhe të shmangen veprimet që mund të shkaktojnë zjarre.